Inspektorati Policor i Kosovës vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm në garantimin e një shërbimi policor të përgjithshëm, profesional dhe transparent në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe standardet e kërkuara. Gjatë vitit 2025, IPK deri me datën 26 dhjetor ka pranuar dhe ka menaxhuar gjithsej 2400 ankesa nga qytetarët. Nga ky numër rezulton se afro 1700 prej tyre janë klasifikuar si shkelje disiplinore dhe janë përcjellë për trajtim në drejtorinë për hetimet e brendshme. Ndërkat 717 nga to janë përcjellë në Departamentin e Hetimeve në IPK, në ndyshimin për veprimtari penale. Sipas të dhënave zyrtare, IPK ka pranuar 20% më shumë ankesa në krahasim me vitin e kaluar, ku numri i tyre është rritur afro 350 më shumë. IPK vlerëson se kjo rritje lidhet kryesisht me fuqizimin e besueshmërisë së qytetarëve në inspektoriatin policor, si dhe me transparencën e institucionit. Inspektoriati gjatë 12 muajve ka marrë disa masa konkrete për fuqizimin e integritetit policor, ku gjatë vitit 2025 janë arrestuar gjithsej 47 të dyshuar, por në mesin e tyre ishin 41 punonjës të policisë së Kosovës. Ashtu janë dhënë edhe 129 rekomandime për suspendim. Si rezultat i punës së IPK-s në prokuroritë kompetente janë dorëzuar 110 kallëzime penale, prej të cilave 36 ishin raporte të veçanta e 85 informuese. Në raportet e trajtuara gjatë këtij viti, IPK ka hasur më së shumti në raste të cilat prekin drejt për drejt jetën e përditshme të qytetarëve të Kosovës, e ku veprat më të shpeshta kishin të bëjnë kryesisht me keq trajtimin gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, si dhe keq përdorim të saj, rrezikim trafiku, lëndim i lehtë trupor dhe kanosje. Përveç hetimeve, IPK ka realizuar gjithsej 12 inspektime, e ku 5 prej tyre ishin të rregullta dhe 6 të jashtëzakonshme. Si rezultat i këtyre inspektimeve, deri në këtë fazë janë dhënë 76 rekomandime për përmirësimin e performancës policore. Inspektimet kanë përfshirë fusha të ndryshme të veprimtarisë policore, e disa prej tyre janë edhe menaxhimi i punësimit dytësor në stacionin policor të Podijeves, si dhe në stacionin policor të mbikëqyrjes së kufirit në Gjilan. Janë përfshirë gjithashtu edhe trajtimi i dhunës në familje nga Policia e Kosovës, ekzekutimi i urdhëresave të gjykatave dhe përdorimi i teknologjisë për matjen e shpejtësisë së lëvizjes së mjeteve në trafik. IPK ka pasur edhe aktivitete të ndryshme në funksion të ndërtimit të marrëdhënieve të qëndrueshme me qytetarë dhe partnerë të ndryshëm, me media dhe me organizata qeveritare e jo qeveritare. Ata po ashtu angazhohen edhe në kuadër të bashkëpunimit vendor, rajonal e ndërkombëtar, duke vlerësuar lart bashkëpunimin dhe përkrajen institucionale nga Ministria e Punëve të Brendshme, Prokuroria e Shtetit dhe agjencitë e tjera, duke marrë kështu pjesë edhe në konferencën vjetore të realizuar këtë vit në SBA, në shoqatën kombëtare të hetimeve të brendshme. IPK vazhdon të ketë mbështetje nga partnerë ndërkombëtar si OSBE, EULEX e të tjera, të cilët vazhdimisht kontribuan në fuqizimin e kapaciteteve profesionale. E në kuadër të gjithë këtij angazhimi një vjeçar në Policinë e Kosovës nga inspektoriati rezultoi se në fakt këtë vit kishte ankesa shumë të mëdha në policitë e Kosovës. Përdorimi i forcës ndër të tjerash ka qenë shqetësues. E një rast shumë i rënd ishte raportuar në Ferizaj, ku një qytetar pati humbur jetën në ndyshimin se ishte ndaluar në mënyrë të dhënshme nga zyrtarët policor, por që pas hetimeve të kryera e autopsisë së bërë, kjo rezultoi të mos kishte qëndruar kështu pavarësisht thirrjeve nga familjarët e viktimës për një hetim edhe më të hollësishëm. Policia e Kosovës gëzon një respekt e besim të plot nga qytetarët e Kosovës, por në shumë raste probleme të ngjashme ka pasur me zyrtarët policor të uniformuar. Një rast tjetër i përdorimit të dhunës ndaj qytetarëve ishte raportuar në rajonin e Pijës, ku qytetari ishte rrahur brutalisht nga disa policë në oborrin e shtëpisë së tij. E të gjitha këto shqetësime të ngritura në inspektoriatin policor natyrisht u vënë në dyshim në disa raste dhe në punën e realizuar brenda policisë.